Përshëndetje të nderuar miq, do të shkojmë në Kosovë, do të flasim për situatën politike pas dështimit ditën e djeshme të seancës për konstituimin e kuvendit të ri për atë legjislaturës së re që doli nga zgjedhjet e 9 shkurtit. Por u krijua një gërç, seanca u shty. Për çfarë ndodh tani, do të flasim me zotin Vullnet Bugaj nga Instituti Demokratik i Kosovës. Punëmtues i lartë, analist, njohës mjaftisht mirë zhvillimeve politike. Zoti Bugaj, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje për juve dhe është kënaqësi që bashkëbisedoj sot me ju. Faleminderit shumë. A mund të jetë një vend pa qeverinë detyrë, mund të qëndrojë? Një vend mund të qëndrojë me qeverinë detyrë edhe pa qeverinë detyrë. Nuk ka ndonjë pengesë kështu ligjore në kuptimin e fjalës. Megjithatë, në Kosovë kemi disa rregullativa ligjore të tilla që duhet paraprakisht që të respektohen në atë mënyrë që mos të krijojnë konflikt kompetencash ose konflikt të interesit mes pozicioneve të antarit të qeverisë dhe pozicionit të deputetit ose antarit të Parlamentit të Kosovës. Unë për hir të shikuesve me qëtë respektin do t'i sqaroja sot në detaje disa aspekte legale që ne i kemi dhe përkufizime legale që ne i kemi sa i përket çështjes së rregullativës mbi kur fillon mandati i deputetit dhe çfarë efekte ka qeveria e cila përfundon mandatin e rregullt dhe deri në çfarë mase ajo qeveri mund të ushtrojë detyrat e saj, pra pavarësisht që i ka përfunduar mandati. Së pari, bazë Kushtetutës Republikës Kosovës përcaktohet qartë që mandati i deputetit fillon në momentin e certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Dhe po ashtu ekziston edhe një ligj për qeverinë e Republikës Kosovës, i cili specifikon qartë dhe në mënyrë shprehimore detyrimin që kanë antarët e qeverisë të cilët zgjedhin deputet që t'i japin dorëheqje së paku një ditë para certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve. E kuptoni këtë? Po. Pra, po kthehemi në kontekst aktual të debatit dhe të temës që po zhvillohet kohëve të fundit në Kosovë, edhe sidomos si shkak i dështimit të seancës së djeshme në Kuvendin e Kosovës. Antarët e kabinetit qeveritar, të cilët kanë fituar vota dhe janë zgjedhur deputet të Republikës së Kosovës, kanë pasur për obligim ligjor që t'i japin dorëheqje një ditë para certifikimit zyrtar të rezultatit të zgjedhjeve. Megjithatë, të njëjtin nuk e kanë kryer këtë obligim ligjor dhe dje në seancën e konstituive të Kuvendit, pra në seancën e parë ku do duhet të zgjedheshin kryetarit dhe nënkryetarit e Parlamentit të legjislaturës së 9 Kuvendit të Kosovës, në procedurën e verifikimit të mandateve të tyre nëpërmjet një komisioni ad hoc që themelohet para se të jepet betimi i deputetëve, të njëjtit erdhën në Kuvend dhe u paraqetën tani në cilësinë e deputetit. Dhe me arsye unë them, antarët e komisionit për verifikim të mandateve i kontestuan, ose të themi ashtu disa antarë të komisionit të grupeve të tjera parlamentare i hodhën dhe i kontestuan mandatet e disa deputetëve të partisë Lëvizja Vendvendosi. Sepse ata argumentuan që në përputhje me legjislacionin fuqi, të njëjtin nuk munden që njëkohësisht sot të japin edhe betimin si deputet edhe pas ditët të kthehen në zyret e qeverisë dhe të ushtrojnë funksionin e antarit të ministrit apo të kryeministrit. Dhe për shkak të anashkalimit të këtij konflikti kompetenca, unë them edhe të interesit mes kësaj pozite dhe pozitës së Kuvendit dhe të qeverisë, dje nuk u votua dhe nuk mori votat e mjaftueshme raporti i komisionit të përkohshëm mbi verifikimin e mandateve të deputetëve. Dhe si lidhoi seanca u ndërprer dhe kjo ndërprerje nuk mund të zgjashë më shumë se sa 48 orë nga dita e ndërprerjes. Pra, ne duhet të presim tani se si do zhvillohet me tutje procedura e verifikimit të këtyre mandateve. Është kërkesë e vazhdueshme edhe nga ana jonë si organizat që antarët e qeverisë, të cilët tashmë janë zgjedhur si deputet, duhet që të japin dorëheqje dhe ato dorëheqje të dëshmojnë në sekretariatin e Kuvendit të Republikës Kosovës